Kushtrimi i afrohet Elionës me një buzëqeshje të butë dhe një shikim që tregon qartë admirimin e tij. Ai e sheh për disa sekonda dhe pastaj vendos të flasë, duke zgjedhur fjalët me kujdes, por gjithmonë duke i dhënë vëmendje asaj. Eliona, duhet të ta them. Trupi yt është fantastik, thot ai me një ton të ngrohtë dhe pak të ngacmuar. Forma jote është e bukur dhe e shikoj me kënaqësi çdo herë që afrohesh. Nuk është vetëm pamja, por edhe mënyra si qëndron, si lëviz, ka diçka tek ti që tërheq vëmendjen. Eliona qesh lehtësisht dhe tund kokën, duke e bërë të qartë që nuk do të marrë seriozisht fjalët e tij. Ajo e di që kushtrimi po mundohet të krijojë një moment të veçantë dhe ndjen një farë kënaqësie nga komplimentet. Por nuk duket se ka ndonjë ndjesi romantike për të, po kushtrimi, i thot ajo me një buzëqeshje ironike, po e di që po përpiqesh të më tallësh, apo jo? Nuk është se unë po marrë seriozisht gjithë këto komplimente. Ai qesh, pak i hutuar, por duket se nuk do të dorëzohet. Jo, nuk po të tallë, thot ai duke e parë seriozisht, unë po e them me sinqeritet. Ti e meriton të dëgjosh këtë. Nuk është për të tallur apo për lojë, thjesht. Më pëlqen shumë si dukesh. Banorët e tjerë që ndodhen aty afër e shikojnë këtë ndërveprim me kuriozitet, disa qeshin, disa shikojnë me habi, duke e kuptuar tensionin dhe lojën e ndjenjave që po zhvillohet mes tyre. Eliona i kthen një buzëqeshje të qetë dhe shtrëngon pak krahët, sikur të thoshte, po e di që po më pëlqen, por mua nuk më rëndon fare kjo. Nuk dua që ndjenjat të tjera të përfshihen këtu. Kushtrimi tund kokën, por buzëqeshja nuk largohet nga fytyra e tij. Është e qartë për të gjithë se ai po e pëlqen shumë Elionën, por ajo vazhdon ta shohë vetëm si një shok, duke ruajtur distancën dhe duke mos lejuar që ndjenjat e tij të ndikojnë në marrëdhënien e tyre. Momenti mbetet i tensionuar, por gjithashtu i lehtë dhe plot humor, duke treguar se pëlqimi i kushtrimit është i dukshëm, por nuk ka përgjigje.